Nëse jeni bllokuar nga moti i dimrit, çfarë ju detyrohen linjat ajrore? Moti i dimrit mund të prishte planet më të mira të udhëtimit, por ka një lajm të mirë. Nëse fluturimi juaj anullohet, linjat ajrore në Shtetet e Bashkuara janë të detyruara ligjërisht ju rimbursojnë paratë. Një studi e fuqishme dimërore ka shkaktuar kaos në gjithë vendin, me mbi 12.000 fluturime të anulluara gjatë fundjavës. Parashikuesit paremëruan dëme serioze veçanërisht në zonat e goditura nga akulli. Kur pritet moti i keq, linjat ajrore shpesh lejojnë ndryshimin e datës udhëtimit pa tarifa shtesë. Kontrolloni faqen e kompanisë ajrore Travel Alerts. Shembulli American Airlines hoqi tarifat e ndryshimit dhe shtoi fluturime pas studiisë. Kontrolloni fluturimin para se të shkoni në aeroport. Përdorni aplikacionin e linjës ajrore. Anullimet mund ndodhin orë pas ore, ditë pas dite para nisjes. Shumë aeroporte të mëdha si Dallas, Fort Worth, Chicago, Atlanta dhe New York kanë qindra fluturime të anulluara dhe me disa aeroporte që arritën në 95% të anullimeve për fluturime në një drejtim të vetëm. Çfarë ndodh nëse fluturimi anullohet? Në aeroport futni në radhë për shërbimin ndaj klientit, nga shtëpia ose hoteli kontaktoni linjën ajrore ose me telefon. Shumica e linjave do të ribëjnë rirezervim falas nëse ka vende të lira. Pyeta mund të transferojmë në një linjë tjetër ajrore, nuk janë të detyruara, por disa linja mund të vendosin me partnerët e tyre. Nuk është e garantuar. A kam të drejtë për rimbursim? Po, patjetër, nëse fluturimi anullohet dhe nuk dëshironi të udhtoni më, keni të drejtë për rimbursim të plot, edhe nëse bileta ishte non-refundable. Kjo përfshin dhe tarifat e bagazheve, përmirësimin e sediljeve, shërbime shtesë të papërdora si linja ajrore që mund t'ju ofrojnë kupone udhtimi, por ju keni të drejtë të kërkoni para në dorë. Afatet e rimbursimit në karta krediti për 7 ditë, para ose pas dhe 20 ditë për çeqet. Ambulojnë këto ushqime dhe hotelet për motin e keq, ngjarjet pa kontrolluar. Linjat ajrore nuk janë të detyruar të pagojnë ushqim apo hotel për anullime që janë faj i linjës ajrore, probleme teknike, mungesë stafi, sisteme kompjuterike, secila ka politikat e veta.